Lajmi për ndarjen nga jeta të Papa Franceskut ka tronditur besimtarët katolik në mbar botën, përfshirë edhe komunitetin e gjerë katolik në Lezhë. Në shenjë zije dhe respekti për antin e shenjtë, flamuri është ulur në gjysmështisë në katedralen e Shën Nikollit. Kjo humbje e madhe për kishën katolike do të ndërohet me një mesh homazh që do mbahet pas ditën e së martës me 22 prill në orën 18, ku pritet të marrin pjesë qindra besimtar, përfaqësues të institucioneve dhe klerik nga dioqeza e Lezhës. Sot në mëngjes e kena një gjuhë këtë lajmë që nuk e kena prit, se dje edhe Papa Francesku ka dal edhe krejt popullit e ka uru ditën e Pashkëve, edhe është edhe taku me disa njerëzit gjatë ditës, edhe Zoti e ka marrë në mbretërinë e tij sot në mëngjes. Për ne sigurisht për mu si prift, por besoj edhe për të gjithë ata që janë krishterë katolik, ishte një lajm i hidhur. Nesër, të martën, në orën 6 masdite, do të jetë mesha e dritës për shpirtin e tij, udhëhequr nga Monsignor Ottavio. Ai ka pas fatin e madh, dje ka marrë pjesë dhe ditën e ete ka la kam, kështu që është një provë e Zotit që e ka thirrë me bon veprimet edhe e ka thirrë me marrë për një jetë të re. Papa Francesku, një figurë e dashur dhe e respektuar, do të mbetet në kujtesën e besimtarëve për thjeshtësinë, për kushtimin ndaj të varfërve dhe për mesazhin e tij të vazhdueshëm për paqe dhe mëshirë.